Për sot do bëjmë një byrek me ithra dhe me bishta preshi. Përbërësit janë ithra, bishta preshi, gjal, gjiz, miell, bez, piper i zi, vaj ulliri edhe krip. Do zem brumin në fillim, do e lejmë brumin të pushoj, pasandaj ithrat i kemi larë edhe bishtat e preshit i kemi larë, do t'i grim mimët bishtat e preshit, do t'i kaurdisi me gjalpën me vaj ullirin, do e lejmë të zbuten pak, pasandaj do grim edhe ithrat, do t'i jedhim dhe ato përsipër, do i bashkojmë së bashku, do i jedhim krip, piper të zi, dhe kur të ftohen do t'i bashkojmë me gjizën edhe me vezët. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Në një tenxhere kemi edhe një pjesë gjalpi, edhim edhe vaj ulliri, i lejmë të treten. Tani që është tretur gjalpi me vaj e ulliri, marrim edhe edhim bishtat e preshit, që i grimë përpara, dhe i kaurrisim dhe sa të zbuton. Tani që preshi është ullur, është zbutur, marrim edhim edhe ithrat të cilat i lanë dhe i grimë më përpara. Kemi grimë në pjesë të vogla. I edhim pjesë. Duke i tërëzirë derisa të ulen edhe të bashkojmë jashtë me preshin. Në këtë mënyrë vazhdojmë derisa të përfundojmë të gjithë ithrat. Tani që është ullur edhe ithra, shpërzihem mirë me gjithë preshin, marrim edhe bruajmë piperin e zi. Edhim edhe krip. I përzihem së bashku. I lejmë 2 minuta sa të ujë kripa. E lejmë gjellën të ftohet, ne kemi gati për të shtruar ke byreku. Tani që gjella me ithra dhe me presh është ftohur, e kemi edhe në një kup, kemi thyrë edhe 2 kokra vezë, i rrafim. I kthejmë të 2 vezët tek gjella me ithra dhe me presh. I edhim edhe gjizën. I edhim 3 lupë gjella me gjizë. Tani të gjithë masën e përzim së bashku. E përzim gjitha të bëhet masa i trajqme. Ndërkohë edhe brumin e kemi zënë, e kemi lënë të pushoj. Tani marrim brumin e bëjmë në kuleç të vegjël, i japim në kulaçka, i japim në petë edhe shtrojmë gjellën në mes. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Tani brumin e kemi japur në kuleç të vegjël, i kemi bërë me një sheste. Tani fillojmë i japim nga 4 nga 4. Tani kemi japur 4 kuleç të vegjël në forma rumbullake. I lyejmë të 4 me pak vaj. Dhe i vendosim njëra mbi tjetrën. Ja kështu, i bëjmë të gjitha kulaçkat e vogla, duke i bërë nga 4 petat dhe duke i vënë njëra mbi tjetrën. I kemi hapur me 4 petë të vogla kulaçkat, kemi bërë 6 petë të vogla. Tani të gjitha këto petë do t'i japim në petë mëdhaja dhe do të shtrojmë 3 shtresa me nga 4 poshtë, do edhim gjellën e byrekut dhe do shtrojmë 3 shtresa të tjera me nga 4 sipër. Të gjitha procedura do t'i shohim përsëri një nga një. Si japim petën, tani e mbledhim me pecë dhe shkojmë e hapim ke tepsia.
Kemi lyer tepsin me vaj, tani marrim dhe edhim petën nga sipër. Kapur petën e parë, e spërkasim edhe me pak yndyrën e mban. Edhe shtrojmë petën e dytë. E spërkasim dhe këte me pak yndyrën e mban. Edhe bëjmë gati të shtrojmë edhe petën e tretë. Tani edhim edhe petën e tretë. I edhim pak yndyrë. Edhe shtrojmë gjellën. Fëmijët e mi nuk e kanë shumë qef byreku me shumë gjellë, prandaj dhe unë jetë ka shumë shtresa pete edhe një shtres gjelle. Tani që kemi edhur dhe petën e tretë, marrim edhe edhim gjellën anë mban pjesë, derisa ta mbulojmë të gjithë byrekun ose të gjithë tepsin me gjellë, duke e përhapur në mënyrë uniforme. Në këtë mënyrë vazhdojmë derisa ta kemi përhapur komplet të gjithë gjellën. Tani që kemi përhapur në mënyrë uniforme të gjithë gjellën, fillojmë edhe edhim petët nga sipër. E spërkasim anë mban me yndyrë. Dhe në këtë mënyrë vazhdojmë edhim edhe dy petët e tjera nga sipër dhe në fund bëjmë kordonin. Tani edhim edhe shtresën petën e dytë të shtresës së dytë lartë. E spërkasim dhe këta me pak yndyrë. Dhe shkojmë edhe hapim edhe petën e fundit të byrekut. Kemi hapur dhe petën e fundit, tani e shtrojmë dhe këta mbi tepsi. Hapim dhe petën e fundit të byrekut, të cilin e bëm me dy shtresa pete me një shtres gjellë. Kemi përfunduar se edhur dhe petën e fundit. Marrim dhe bëjmë me pak yndyrë. Bëjmë anësoret njërë të cilin do bëjmë kordonin. Fillojmë bëjmë dhe kordonin anë mban byrekut. E kemi përfunduar dhe kordonin. Tani me dy gishta me molcat bëjmë e shtypim anë mban të gjithë. Tani marrim dhe presim byrekun me thik në pjesë. Kemi përfunduar së prerë byrekun, e kemi prerë në pjesë, e marrim me fusë në furrë dhe e pjekim në temperaturën 325 gradë për rreth 45-50 minuta. Byreku e ka përfunduar pjekjen, e lëm të ftohet, e presim në pjesë dhe e servirim. Byreku me ithra dhe presh. Byreku me ithra dhe me presh është ftohur, e ka përfunduar pjekjen, e kemi prerë në pjesë dhe kemi servirur në pjatancë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëf të mirë.